Lajmi i madh për të gjithë vëllezërit dhe motrat shqiptar kudo që janë. Vllazën e motra me 29-in të parit 2026 në ora 8:30 në mbrëmje prezantoj platformën time që e kam kriju me inteligjencë artificiale Meti AI. E ka emrin Ngjit. Edhe çka është e mira që ju mund ta shkarkoni qysh nga sot dhe ta përdorni siç ju kam njoftuar. Shkarkimi është falas, mund t'i bëni disa pyetje nëse ju duhet shumë, por ju të cilët keni nevojë më shumë pastaj nuk kam pas kapacitet siç ju kam njoftuar ta bëj në tërësi falju, pa ta humbini në videon kur ju kam njoftuar që është sa me pini paqet cigare më pak, është 14,99 cent, është për një muaj. Po çka përfshihet aty përveç që e ka chatin quhet Meti AI aty brenda edhe aty te chati, shumë më inteligjent se platformat aktuale që janë në treg, por është e krijuar për juve, për vllazën e motra, duke ditë nevojat nga një shqiptar. Edhe me njeni që ju mundu t'ja dha çmon hakun, edhe shumë që 2 vjet jam të punu në ta, i kum kalu bile 2 vjet e 2 muaj. Edhe e keni, jo që jetoni në Gjermani dhe ku flitet gjermanishtja, me këtë çmim e keni edhe nivelin e gjuhës A1 ta mësoni dhe A2 shkruan aty mësimi i gjuhës gjermane, edhe plus kështu në më poshtë meny e keni ushtrime, keni me video, keni me foto. E zgjidhni nivelin bazë të abonimit. Pastaj ju të cilët doni edhe jetoni në Gjermani, ju vynë B-nishi, e keni për të mësuar dhe B1, B2, Leben in Deutschland, siç janë pyetjet tamam në Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme i kum nxjerr dhe janë këto. E keni një sy, kurse dini se çysh është përgjigjja që prekni atë syrin, ju tregon. Ju duhet një dëshmi për ta dërgu në Austrian dhe Behörde apo dikon, ju vjen një email sa po të hini të startoni nivelin e gjuhës për shembull B1 apo A1 apo A2, ju vjen në gjuhë gjermane, që njihet nga institucionet, edhe e shihni shumë profesional. Vllazën e motra, unë kërkoj përkrahjen e juaj që ta shpërndani këtë video, pasi që më të vërtet këto duhet ta ditë çdo shqiptar kudo që është, se kjo vetë që avantazhi afkomon shqiptarëve që janë në Gjermani, edhe atyre të cilët planifikojnë të vinë në Gjermani, Austri, gjuhën, se për ndryshe atë chatin, që është Meti AI, me inteligjencë artificiale, tjeni të bindur që e kum bë shumë më të aftë se të gjitha platformat që janë në treg aktualisht. Është një sen që keni me provu edhe do të bindni edhe vetë. Por çka është më rëndësi, që kjo është e krijuar për të gjithë neve. Une shumë e di që keni me thonë pas ka një abonim, po vllazën e motra nëse ju kum tregu asnjëherë kam website-in për shembull që punoj dhe me të huaj për një email e marr 99 euro. Me 99 euro gati një vetë një abonim të onë dhe i shkruan 500.000 emaile në çfarë dush gjuhë, bën kontrata, bën oferta pune, këndigon, çka do që të vynë. Kjo lajm s'do t'ju pëlqej vetëm agjencione, se për shembull të vjen tash pi ambasadës një përgjigje, mundesh me ja kthy vetë, të duhet linku. Thu për shembull, a ka mundësi të ma gjesh linkun të aplikoj për vizë punën e ambasadën gjermane në Prishtinë, në Tiranë, në Shkup, ku dush ta gjenë. Po dua të shkoj të punoj në Finland, me intereson ligji, çka parashet, ky paragraf, çka parashet, të tregon me një herë. Është shumë e mëshme. Por mos ta diskutojmë këtu më gatë se zgjatet video shumë, të ejtën, me 29 janar, pas nesër i bie. 2026 në ora 8:30 në darkë ju pres të gjithëve live, do të jem në të 3 platformat Facebook, TikTok dhe YouTube, dhe do ta prezantoj çdo funksion të saj. Se kështu harru, e keni edhe verifikime me për persona të cilët janë të ndjekur nga Interpoli, apo janë në listë e Interpolit dhe s'kan drejt ta lëshojnë shtetin, apo janë në non-fly list. Kësaj herë tash ju përshëndes të gjithëve me respekt. Muhammed Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.